Komisioni i Ligjeve miratoi 8 projekt ligjet e paketës fiskale 2026 nga paqja fiskale, te falja e detyrimeve tatimore më të vjetra se 10 vjet dhe skema e ripagimit të borxheve të 10 viteve të fundit me përqindje të reduktuara. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri me dije detajet, duke theksuar se paketa fiskale për vitin që vjen nuk parashikon rritje taksash. Marrëveshja e paqes fiskale parashikon përshkallëzim në ulje të normave tatimore, përtej një rritje prej 18% të fitimit të tatueshëm, do të aplikohet një normë e reduktuar tatimi prej 5%. Sikundër, subjektet që do të futen në këtë marrëveshje do të kenë të drejtë të kërkojnë vetë korrigjim të pasqyrave financiare nëpërmjet rishikimit të tyre gjatë 3 viteve të fundit, kundrejt pagesës së fitimit prej 5%. Projektligji i faljes së detyrimeve tatimore dhe doganore, nga ana tjetër, parashikon fshirjen plotësisht të çdo borxhi që është më i vjetër se sa 10 vjet. Për borxhet me vjetërsi 5 deri në 10 vjet, ofrohet mundësia kundrejt një pagese të detyrimit tatimor në masën 50% ose pagesës së detyrimit tatimor prej 75% nëse ky detyrim paguhet brenda 31/12/2026, biznesi do t'i falet pjesa tjetër e borxhit si dhe gjobat dhe kamat vonesat. Për borxhet me vjetërsi nga 0 deri në 5 vjet, do të fshihen gjobat dhe kamat vonesat kundrejt pagimit 100% të detyrimit tatimor. Një ligj tjetër i rëndësishëm i paketës fiskale është skema e re e kompensimit të TVSH-s me 10% në buqësi. Fermeri do të kompensohet drejt për drejt me një normë 10% të vlerës së faturave të shitjes së mallit të tij tek grumbulluesi, përpunuesi apo tek agrobiznesi. Kompensimi i shumave do të bëhet nga administrata tatimore mbi baza 6 mujore. Kërkesat do të mund të paraqiten brenda datës 31 dhjetor për furnizimet e kryera gjatë periudhës janar-qershor të vitit përkatës, ose brenda datës 30 qershor të vitit pasardhës për furnizimet e kryera gjatë periudhës korrik-dhjetor të vitit paraardhës. Malaj theksoi se për të përfituar, fermerët duhet të marrin faturat e mallrave që do shesin te grumbulluesit, përpunuesit apo edhe te agrobiznesi. Për vitin 2026 parashikohet që minimalisht 1.5 miliard lek t'u mbeten në duar fermerëve.